dhe në Shqipëni, zotit Ahmeti, është sa i ka marrë shumicën e votave të shqiptarëve dhe është përjashtuar për qeverisjes me të pa drejtë. I ka marrë realisht, dojnë partia me më shumë të vota, po, edhe në zgjedhjet nacionale. Prit. Vitin 2011... E ka bërë të njëjtën, po. 2011, partia ime dhe partit tjera opozitare kemi marrë shumë më shumë vota zoti Ahmeti e saps në ka pa u fund në qeveri, se kishtë aleatin, Gruevski. Vitin 2016, po ashtu partia ime dhe opozita tjetër kemi pas më shumë vota se zoti Ahmeti. Po për qenë korekt shka po flasë. Vitin 2017, ne shqiptarët me numra e kemi rëzu vullnetin politik parlamentar të Maqedonës. Kemi marrë pjesë këtë lojën e numrave. Dhe sollëm LSDM në pushtet. Na u duk mirë, po tash po shohim se kjo nuk është mirë, se numrat janë gjithmonë në pjesën e tyre. Çështja e dytë, çka konkretisht thot zoti Ahmeti se po shkon keq? Duhet të ketë, unë nuk kam pa, Zoti Thashis. Ose më falni, më keq se sa kur ishte ai. 3. Unë e shoh, normalisht e shumë i dekoncentruar. Për shkak se bile, jo me cinizëm, ja mundu ta qetësoj, kanë thonë, gajret e burë 20 vjetë në opozitë. Është shumë keq pas 20 vjetë pushtet kur bjen në opozitë. Dëgjoni, sot, zoti Ahmeti ka 17 deputet, 3 ka turq, i ngelin 14 shqiptar. Vleni ka 14 deputet dhe unë jam i 15. Nëse ne vazhdojmë ta tolerojmë këtë mënyrë të politikë bërjes së zotit Ahmeti, unë i vlerësoj se fundin e kemi të numrat, që është capi të kasapi, numrat tek Maqedonës. Jo, më do të apë një pyetje. Dhe përmbyllim po. Mekanizmat që i keni ju në dispozicion. Diku në minutën e 30 të këtij emisioni. Edhe me fjali edhe do të ngel pëse si përgjigja. Mekanizmi, unë mendoj se tash në ka ardhur topi. Ky po refuzon, Ali thot, mas një kushtu nuk e bëj kompromisin ndryshimin e kushtetutës për t'i fut bugarët, edhe këtë se ban për hirë shqiptarëve, do në mi godit shqiptarë, se s'ka punë me bugarët. Dhe procesi integrues është i bllokuar. Shqiptarët duhet dalin me kundër përgjigje. Nuk vinë aleatët tonë perëndimorëve thonë që kjo është kundër përgjigje. Dhe kundër përgjigja jonë mendoj se duhet jetë organizuar. Me thonë, okej, neve na është premtuar